Vladimir Rama, të ftuar sonte në komitet e kemi Batën Haxhiun, drejtori i televizionit Klan, i cili është kthyer nga Washingtoni. Batën, mirë se erdhe. Mirë se jeta. Si kalove në Washington? Në të vërtetë ishte ajo që e bëm si takim të parë ishte New Yorku. New York për arsye se ishin disa takime atje. Isha vetëm në po themi kështu në prapavi të delegacionit të Edi Ramës. Kryesisht ka qenë mirë, interesant dhe suksesshëm për Edi Ramën dhe Shqipërinë, ndoshta edhe për shqiptarë. Si po shkon zgjedhjet në Amerikë? A i ndonë qëndrimet me Edi Ramën që Trump është i rrezikshëm për fitoria e tij? Unë u befasova me dinitetin e Ramës për një lideri ballkanik. Edhe në emisionin tim i thash apo flet si intelektual apo si kryeminist. Jo tha po flas si kryeminist, se unë kryeminist jam. Dhe për dy arsye i thash një njeri nga jashtë si kryeminist, nuk i përzihet një shteti tjetër ose votuesve se ka do të shkojnë, po ai e pati qëndrimin. Është pak arrogante për një kryeminist i shtetit vogël si Shqipëria, periferik madje. Për faktin që deklarata ndodhin derisa kryhej vizita në shtëpitë bardhë, domethënë. Po, si duket qëllimi ka qenë që të shkojnë në Amerikë me këtë deklaratë. Nisi në Klan Kosova, u përkthy në anglisht, vetëm pjesa, a ditë i thashë intervista ime u shkatërrua, për arsye se e përdore intervistën për çu mesazh për para vizites në Amerikë. Në fakt e citoj edhe New York Times intervistën tonë. New York Times po themi kështu në një farë mënyrë AP e mori edhe e përktheu. E qiti New York Times në faqen e saj, dhe pastaj u bë lajm. U bë lajm për arsye se një vend i vogël. Po të veç, ma shumë lajm ekzotik se sa diçka që ka ndikim peshtë madhe në politikën amerikane. Megjithatë, kuriozitet. Atje e pashe në takim, edhe kur majti fjalim në New York, edhe pastaj në Washington, edhe në CNN, kishin një lloj simpatie për këtë çast. Richard i tha, që ndoshta nuk është gjëja më e mirë që mu përzim politikën tonë brendshme një lider i vendit tjetër. Po Richard tha, me sa dim na që përcjellim, ajo është më anti-Trump se kushdo tjetër. Po vërtet. Ne nuk kemi njerëz më liberal, po detyrën e gazetarit e bënte. E bënte, po mu duk që ishte ironizim më shumë sa që tentoj që ta zë ngusht Edi Ramën. Kjo është hera 2 që Rama jep intervistë te Quest, jo te Trump. Te Quest, po. Si duket kanë ndërtuar edhe raporte private në njëri tjetër. Ju duk interesant realisht, kjo qasja një liderit Ballkanit, një vendit vogël për pas një qëndrim për Trumpin, sidomos kur është lider edhe partijak edhe kryeministër, se po të kishte fol një intelektual, nuk do i kishte bë përshtypje askujt. Ka Trump s'ka pas përgjigje nëse s'gaboj, nuk ka pas ndonjë reagim. Përpos faktit që kjo vizitë është e rëndësishme për Ramën si politikan për me përdorë për çështjet brendshme në Shqipëri, a ka ndonjë rol ose a pat ndonjë tjetër diçka marrëveshje ose diçka tjetër që u nënshkru gjatë këtij takimi, apo thjesht ishin ato fotografi që i pam në Facebookun e zotit Rama? Jo, takimi ka zgjatë 1 orë 7 minuta dhe ka qenë interesant për shumë arsye. E para që dëshironin ta finalizonin marrëveshjen me FBI, dhe edhe pse nuk duk që ka qenë takimi ka zgjatë edhe ka qenë i rëndësishëm me shefin e FBI-t, ka vazhdu takimi me Biden, ka qenë në fillim, pastaj si zakonisht ndodh presidenti hyn në takim, dhe kanë bisedu për çështjet që une nuk kam pas të drejt të ditë të gjitha, po me gjitha të... Fakta së Rama nuk uzojmë jo, së Rama, natyrisht e hubë besimin. Po besoj që i din më mirë se sa gazetar tjerë shqiptar. Besoj po. Besoj po. Besoj po. Gazetar që s'kanë qenë në Washington fare. Ja, besoj po. Edhe se kur ata që kanë qenë në Washington, raportet tuaja me Ramën janë të interesante. Nuk kemi shefi raportet, por nuk kemi raport të kryeministrit me një gazetar. Kemi raporte miqësore. Ato që vëj vjen e kuqen mes miqësisë edhe profesionit, është se ajnë ose asë njerën se la me u përzijin e profesionin tem, por unë nuk i përzijin në se kush është minister i
Duket sikur kur ndrohen kryeministat numrin tan telefonit të lojnë aty në tryezë dhe kryeministi Arshëm e ka me patjetër. Pranim dorëzimi. Edhe i numrin telefonit. Cili është sipas teje kryeminist më efikas? A ish miku i yt Berisha, a miku yt? Jo, unë me Berishën nuk e këtëquj ish mik. Komunikon me të? Mendoj që kam, nëse kur gjë tjetër unë për Berishën, kam një lloj merite në kthimin e tij në vitin 2005. Po, ke qenë guximshëm për ti... Jo, guximshëm, po kemi qenë shumë prezent atje. Dhe natyrisht në zgjedhjet në Tiranë më kanë largu prej Berishës për faktin se i mori zgjedhjen në tavolinë. Dhe këtu e kemi vendos vijën e kuqe në mes, po themi kështu, te miqësisë tjetër. Miqësia... Si kryeministër, prap, cili është, apo arrin Rama me t'i kalu Berishën, sepse me ardhin e Berishës pushtet? Varet me çfarë madh. Berisha është, për ata që se njohin, janë dy Berisha. Një është super intelektual, një është i mirë, i jashtëzakonshëm, i verës, i konjakut, i librave, muzikës. Është një prej njerëzve që ka lexuar më shumë ti biografi të personalitete unëm dhe me një memorie të jashtëzakonshme për gjithë arkiven e klasikës. Po flas për klasikën edhe për librat, edhe për muzikën, edhe për mënyrën e jetës. Berisha te i kalon moshën e tij, nuk është preferencat e tij në art dhe në kulturë nuk janë të moshës tij, janë shumë më gjana se sa. Unë mendoj që e fiton betejën me secilin që pretendon që është intelektual dhe që është shkrimtar. Dhe unë mendoj që Berisha është më i lexuar. Kemi marrë pjesë, unë në nivel në gazetar me kryeministë, po ti ke qenë shumë i afërt, edhe ka qenë fantastik darkat me Berishën në mënyra se si kalon në temat ndryshme edhe thellësia e këtyre kryeministëve tonë kanë qenë të periferik. Zakonisht kur je në tavolinë me Berishën duhet me ndëgjua ose me bë pyetje. Për arsye se ka një bagazh të jashtëzakonshëm dijes, por problemi te Berisha është që Berisha në publik është këtë njëri tjetër. Edhe një pyetje për Ramën, pse është kaq shumë i obsesionuar mas gazetarëve? Pra pse nuk po mundet mu rahatu në pozitën e kryeministit? Edhe Matutje është patë Bushati, ai edhe Matutje po don me bind Bushatin, Shkullakun dhe disa tjerë që është kryeministër. Pra ai nuk komunikon me qytetarët, ai komunikon me 3-4 analista. Ka njerë ke përshtypjen që Rama është kryeministër veç i kastës tonë. Dhe e ka pasion me ballavacimin me gazetarë dhe cilët i ka pas meq. Unë më bindin që takime Obamën i ka pas mend të analistat. E ka ato. E ka ato edhe ka, por realisht Rama për dallim prej Berishës është stilistikisht shkruar më mirë. Unë mendoj që është një prej stilistëve më të mirë që kanë në shqiptarët në të shkruar, e lexoj me andje, i ka periudhat e gjata dhe ka potencë në ato që shkruan. Mendoj që me blushin aty janë, përveç se blushi është ma estetik, po them kështu, në letërsi. Dhe tash i profilizum si shkrimtar. Dhe i profilizum si shkrimtar. Dhe narracioni blushit në letërsi është shumë potent. Ndoshta për mënyrën se si shkruan, edhe pse të gjithë e dojnë Kadaren, po Kadareja është kogja përshkrues, kurse blushi ka filozofi mbranda shkrimin. S'pak unë kështu e lexoj, po Kadareja është Kadare dhe tash është ngrit në mit edhe është shumë vështirë me luftu letërsinë e tij, ose jo me luftu, po m'ia gjet pandanin. Por konsideroj që për gjithë këtyre njerëzve që njoh, memorien që mas shumti është i lidhur me ngjarje, me libra, me situata, me analiza, është Berisha, por Berisha në tregun e votës është tjetër njeri, mu nuk më pëlqen ai Berish, po ai e bën qëllimshëm, ai e din ç'a don prej fushatës, në tavolinë është i këndshëm, nuk është arrogant, dhe është kënaqësi realisht mu ballavaçu me to, të lën me u përball dhe me kundërshtu, por e man seriozitetin maksimal. Dhe është shumë me humor, është ironik. Por kurse Rama është tjetër çka, Rama është për te i vetës ndonjëherë, çajo nëse po filloj me i analizu karakteret, është njeri që nuk është i preokupuar me elektoratin,
dëshiron përtej Shqipërisë dhe është i preokupum me fitu betejën me elitën. Sikur i duket e vogël Shqipëria Ramës. I duket e vogël Shqipëria Ramës. I duket. Fakti që u përmendi Berati, përmendet e ju këtë obsesionin e Edi Ramës mu marë me gazetarë dhe me media. A ka dëmtu kjo media në Shqipëni kjo obsesion pas zgjedhjes ti në postin e kryeministit të Shqipërisë? A janë mediat ma jo profesionale sot në Shqipëri, se sa që kanë qenë? Ajo une që konsideroj çfarë do në Rama mediat është ta fitoj betejën me media. E ka një obsesion vete që ta fitoj betejën ma shumë me mediat dhe me kolegë sa me elektoratin. A ka media opozitore sot në Shqipëni? Ka. Ka individ opozitar. Ka individ opozitar. Media tradicionale nuk janë shumë opozitare, duhet Doli dhe raporti reporterëve pa kufit një gjendje. 2-3 mediat kryesore të zonë Top Channel Klan, nuk është që janë sikur përpara, për shembull Top kundër Berishës, Klan pro Berishës, tash Edi Rama ka Edi Rama, për shembull, e ka thyr këtë vi. Për shembull, Sali Berisha ka funksionuar me mediat sikur me politikën. Domethënë, koalicioni e ka dashur me median. Kush e përkrah, kush e ka armiq, dhe armik është armik. Nuk e ka komuniku. Realisht nuk ka jap intervistë për 7 vite në Top Channel. Dhe ka pas vetëm Blendi Fevziu. Vetëm kur u dëmtu raportet me Klanin, raportit po shkoj atje. Shkoj te bolla. Po për ndryshe, është sikur, për shembull, Rama e duron edhe mesin. Nuk ka o kundërshtar. Rama s'ka shku në Klan një kohë gjatë. Realisht në Klan e kam bindë Ramën gjatë zgjedhjeve pse duhet me shku te Blendi Fevziu, për arsye se megjithatë një pjesë e elektoratit ka qenë pa përcaktuar, rreth 20%, dhe dedikimi për të fituar zgjedhjet ka qenë i pamundur pa qenë pjesë e opinionit. Dhe ka qenë vendimtare për me përcaktu zgjedhjet. Po ta për këtë vizitës në Amerikë, shumë kush refuzimin që i boni Edi Rama që cilën armët kimike në territorin në Shqipërisë, e pasin një përkecim të raporteve. Ndërkohë, tash e kemi pritjen në shtëpi të bardhë. Edhe para 2 muajsh ishte edhe zoti Kerri në Tiranë, edhe Shqipëria i tha po ardhjes së Mujahedinëve. Ishte kjo, ai thar ristartimi i marrëdhënieve, au blen raportet me këtë? Jo, një pikë reference për Amerikën nuk janë këto, është dedikimi i Ramës për paqen në Ballkan dhe marrëdhëniet me Serbinë. Domethënë relaksimi i raporteve dhe sidomos zhveshjen e gjitha raporteve nga nacionalizmi. Kjo është merita e Ramës në Ballkan, e sidomos mënyra se si ai komunikon me Vučićin. Kjo është pika, ndoshta edhe pyetjet zakonisht që i drejtohen Ramës edhe nga liderët edhe nga ky takim është si e bëre mik, jo po si e bëre tafërt Vučićin dhe formulën. Dhe Rama përgjigjen me gati të gjithë e ka, e kam thënë vërtetën. E di që në fillim do më urrej, por ma vonë e kupton se e vërteta. A janë vërtet miq? Janë komentojnë bukur gjëra të cilat janë interesante, janë shpesh komunikojnë në mënyrë ditore ndonjëherë. Pra, komunikojnë privat me telefona, me SMS. Gjuhën angleze sigurisht. Gjuhën angleze. Rama flet anglisht, Vučići gjithashtu korrekt flet anglisht, dhe komunikojnë, sidomos në samitin e Londrës, kur kanë qenë bashkë, ka pas batuta të jashtëzakonshme. Për vetëvendosjen, për bashkë i kanë komentu vetëvendosjen Nisa Mustafën. Gjatë pilidhë dhe gjatësia janë frekuencat njëjta. Po, e kemi edhe 1 minutë për 2 minutë të Rama. Berisha, kur ishte vetë kryeministër mandatin e dytë, me gjas për shkak të kalumës, secili është friksuar që Berisha do ta kenë një farë lloj paternalizmi ndaj Kosovës, e ai u tregui kujdesshëm, nuk ka interferuar shumë. Në anën tjetër Rama, duke nga Partia Socialiste, askush se kishte ndruajtjen që tash Rama do ta shtrinë një lloj hegemonie nga Shqipëria në Kosovë, po ndodhet kundërta. A beson që Rama ka bisedu në shtëpinë e bardhë, edhe për Kosovën edhe për shqiptarët, apo është fokusuar vetëm te... Po, ka bisedu, dhe kryesisht ka qenë
do me thonë, relaksimi i marrëdhënieve të shqiptare me të gjitha vendet e Ballkanit. Dhe roli i Edi Ramës për këtë çështje. Po, ka qenë pjesë e shkurtë e bisedës, por po them pjesa tjetër ka qenë e koncentruar në gjëra të cilat kanë të bëjnë me Shqipërinë, por mos të harrojmë që Edi Rama është ndoshta nuk po them miku, ma shumë se miku i George Sorosit, dhe sa herë që ka probleme në Amerika i ka dyrë të hapura nga George Soros, dhe mos harro që George Soros nuk është aq I parëndësishëm. I parëndësishëm, o shumë i rëndësishëm, sidomos nuk është me republikan, për arsye se republikanët janë të pasur vetë. Po dolëm të teoria kastruat miftare i për George Sorosin. Ja, po është, nuk ka të keqe kur gjithë që ta kesh mik George Sorosin, dhe George Soros ka një marrëdhënie gati shpirtënore me Edi Ramën, në sarë që ka nevojë. Edi Ramën realisht ka bë përtej ngjarjeve ballkanike, nacionalizmave në vitet 90 ka qenë shpërthys në Shqipëri dhe e pëlqen mënyrën se si rezonon Rama dhe si funksionon me logjikën e lehtësisë së komunikimit. Dhe kjo bën Ramën ndryshe nga Berisha dhe nuk kanë asnjë pikë takim të përbashkët të dy lider. Dhe janë në këtë ndryshe. Realisht Rama është liberal i majt dhe nuk është i majt. Rama është, kurse Berisa është super konservativ në pikat e tij dhe është këtë i djathtë. Të njëjtën kohë në Washington ishte edhe zoti Kadri Veseli, kryetari i parlamentit, natyrisht nuk pa takime të nivelit të Edi Ramës, po jo pak të rëndësishme. Ma herët ishte edhe në Gjermani. Aktualisht është i vetmi ndoshta lider që po arrin me realizu disa vizita jashtë vendit. Qysh po është këtë? Leo është një referenca Kadri Veselit është 98-99 realisht. Është një prej njerëzve që e ka mbrojt Kosovën nga infiltrimet e radikalizmit islam dhe Amerikanë nuk e harrojnë këto. Nëse ju kujtohet juve, në vitin 2001, kur ka ndodhë një majstatori, atëherë shiku i atëhershëm ka qenë në mbulim të ambasadës si vetëm institucion që ka qenë i besum. Realisht me mbrojt ambasadën. Nalëm pak se këto për mu është Po thash me qenë se Fernande... Po dëgjoj për herë të parë, në fakt nështë ta mundi me kazu pak ma Shiko ka mbrojt ambasadën e Amerikës në Tash mos e përmende, po njerëzit cilët kanë punu Jo përmendet ju. Tash Shiko, po them kështu, ka qenë gati mbrojtje ambasadës amerikane atëherë, në mbrojtje nga sulmet radikale të mundshme. Dhe kemi të sinqert, Shiko nuk është marrë me asnjë gjë tjetër përveç me radikalistë as islam. Tjerët që kanë qenë rrugës, kanë mujtë me bërë edhe nëj veprim tjetër për... Veprim ekonomik. Po tash, namen të asaj, por mandati i Shikut ka qenë kjo. Vetëm kundër radikalizmit islam. Por ky i mundson... E kanë pas listën e të gjithë njerëzve. Edhe tash që s'ka Shik, na dul pak situata për i kontrollit. Si duket, po kjo ka të vërtet. Kjo ka të vërtet, edhe nëse mund të themi që unë edhe sot e kësaj dite besoj që referencat e Kadri Veselit kanë bëjnë me... Nëjse, e thash batën me sigurit madhe që s'ka Shik, se dikush nështë spajtohet. Dikush spajtohet me të... Aktualisht Kadri Veseli është ushtrues detyri i kryetarit të PDK-s. A ki ndonjë dyshim që nuk do të jetë ai kryetari i PDK-s, do të jetë dikush tjetër? Apo kjo punë është... Esenca është që Petrit Selimi. nuk kisha dashur që Kadri Veseli të bëhet kryetar me aklamacion, se do të ishte fillimi keq i Partisë Demokratike dhe i postit të tij. Spaku mos të ketë edhe një kundër të kandidat si Rafet Rama. A ja vlen me pasa si kundër kandidatit? Ja, nuk ja vlen. Ja vlen një kandidat tamam me Ku me gjetë? Po le ta gjejnë, atëherë partia ka probleme serioze nëse ka probleme serioze nëse nuk e bën ato.
edhe do të me pas nerv dikush për me arrit këto. Konsideroj që Kadri Veseli do të bënte gabim nëse zgjedhet kryetar me aklamacion, edhe do të ishte një parti që i përngjan partive tjera. Ky e ka momentin e vetë të ndryshimit të partisë, momentin e një koncepti evropian, jo një parti që ka dalë për luftës dhe do të vazhdoj inercionin e zgjedhjes kryetarit deri sa të stabilizohet vendi. Vendi është stabil, Partia Demokratike ka elektorat stabil dhe nuk dhe desha ton sapo kemi përfundu sondazhin, sot në të vërtetë është përfundu sondazhi dhe është interesant pozicioni i Kadri Veselit në Partinë Demokratike. Cili është pozicioni i tij? Tash unë nuk kam drejt me fol shumë, po mundohem me interpretu pak a shumë sa mos më kuptu, po megjithatë prej gjithë elektoratit PDK-s vetëm 10% e tyre mendojnë që Partia Demokratike do të ketë më pak vota me shkumin e Hashim Thaqit. Dhe kjo 20% thonë që do të jenë të barabartë, kurse 68% ke që Partia Demokratike do të ketë më shumë vota. Është interesant ky pozicionimi i Kadri Veselit në një parti me një lider të fortë, çfarë ka qenë Hashim Thaçi. A do ta lejë rehat Hashim Thaçi Kadri Veselin në kryen e tyre, apo do të jetë një lloj Berishe karshi e Bashës? Ja, s'është. Mas pari Kadri Veseli nuk është Gjelzim Bashë. Okej. Është çudi që Kadri Veseli. Është Hashim Thaçi Sali Berisha. Hashim Thaçi është Sali Berisha. Po është. Domethënë e ka natyrën e njeriu dominant. Nuk kornizohet Hashim Thaçi, nuk mund të fut brenda kornizës. Nuk e di tash, e kam një, po mendoj që Hashim Thaçi e ka konsumu politiken maksimalisht. Po. Dhe une, për ma shumë, unë mendoj që Hashim Thaçi është kryetar i Kosovës vetëm për një arsye, për shkak të vetëvendosjes dhe AK-s dhe nismes. Jo për shkak që ai ka pas një dëshirë të madhe tjetë. Po. Dhe kryetar, Hashim Thaçi është kryetar vetëm se vetëvendosja e ka pas një përplasje. Si për inati, me një përni. Po, se Hashim Thaçi ka nevojë imanente me pas përplasje, se e don atë. Dhe gjithashtu si Berisha e don o miqësi o armiqësi, nuk ka mes. Do me thonë, o miqësi o kundërshtar. Pe jeki fjalën armiqësi. Njëri paragjykime të forta, pra Po. Nuk Për ka sondazhet a do me na thonë edhe diçka. është, do me thonë, kurse Kadri Veseli, ato që ndallon Kadri Veseli është ndërgjegja dhe diniteti. Realisht të dy karakteristika të njeriu të bëjnë që ai është miqësor dhe është një prej njerëzve që din me pas miq, por gjithashtu dëshiron punë mi po vetë. A është kjo arsye pse pi beson ta zëmë zoti Haradinaj duket edhe nisma më shumë se sa zoti Thaçi? Haradinaj edhe nisma se besoj që i beson Kadri Veselit. Jakub Krasniqi po në Fatmir Lima jo. Unë veç me Hashim Thaçin kom pas probleme. Nuk është e vërtet. Nuk menoj që do me thonë në një farë mënyre dikur ma i afërt me Kadri Veselin edhe me Hashim Thaçin ka qenë Bilal Sherifi. Se sa Jakub Krasniqi dhe Fatmir Lima. Nëse ka një mënyrë të ndikimit karshia Hashim Thaçit edhe Kadri Veselit në Fatmir Lima është Bilal Sherifi. Jakub Krasniqi është njeri i cili ndikohet, por megjithatë ka mendimin e vet. Si natyrë nuk është konformiste, kurse Fatmiri ka karakteri i tij është i luhatshëm, i lëvizshëm. Kështu nuk besoj që mbetet pa ndikim nga kushdo qoftë. Do thonë, a mundesh më na tregu për sondazhet të paktën renditjen e forca politike që janë? Ai që më ndoshta përqindjen, po renditjen. Kur nuk më fol me përqindje, përveç nëse atë porositë si kërkon me bë publike, po renditja është ashtu siç ka mbet. Siç ka qenë në zgjedhjet e fundit. Jo, përveç nisma që ka ra që është e fundit tash. Pra vetëvendosja nuk është e dyta, është edhe Nuk shumë pyet, kur gjë renditja është e një. AKR-ja ka lënë progën në sondazhet e reja? Po thash nuk flas për numra, po AKR-ja është në treg. E ka radari, po. E ka radari. Po. Okej. Kryeministri Mustafa gjithashtu është në pritje të zotit Veseli për
emërimin e ministrave edhe të zëvendës kryemi. A ndjeni kush do t'jenë emrat? Thash, kur më pyete për çka na dallon ku e preju në mitësin me profesionin, ose nuk i përzihem askujt në profesionin e tyne, dhe ata i kanë punë të veta, po kërkush s'kam qef me u përzi se çfarë është në Klan Kosova, ose në Ekspres, ose dikun tjetër. Dhe më thonë, këtu është vija kuqe. Nuk themi që na ndonjëherë në gazetari nuk bëjmë dere, po unë nuk bëjmë dere në profesion me kur bëhet kërkesa. Dhe zakonisht telefoni është i mbyllur për ata që bëjnë kërkesa. Çështja e emrimeve të reja në qeveri, a është edhe përplasja parë mes Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit? Petrit Selimi po nënshkruhet si ministër i jashtëm. Ato e ka dhurat për arsye se nuk do të jetë ministër. Nuk do të jetë ministër. Do të shkarkohet Petriti para se me u emëru. Ja, nuk e dia do të shkarkohet, po megjithatë Do të shkarkohet si ministrit, jo zëvendës. Spaku Hashim Thaqi ka marrë premtimin se do të jetë ministër i jashtëm. Dhe në të vërtet këto 2 muaj edhe ndoshta është edhe arsyeja pse është zgjat kjo. Do të jetë Zoti Hoxha i ministri i punëve të jashtme. Po, besoj po. Besoj po. Zëvendës kryeministër sepse ai ka më vakant. Zoti Kuqi nuk dëshiron të jetë edhe më tutje ministri i drejtësisë për arsye të ndryshme. Zoti Kuqi ka arsye shumë për mos me qenë ministri i drejtësisë dhe natyrisht ai realisht brenda Zotit Kuqi ekzistojnë është ai kosovocentrizmi i tij i përhershëm i lidhur kryesisht me njerëzit e Kosovës dhe kontaktet e shumta që i ka e bën që të jetë shpesher ministri i drejtësisë shumë i mirë, po në infrastrukturën ligjore që bën, por kur janë pyetje burgjet, ka bërë disa, do me thënë, të mira që janë të këqija. Që janë të këqija. Që realisht nuk i ka bërë me dëshirën e tij, por megjithatë ky është vend i vogël, presionet janë mëdha dhe mirë që është e Uleksi, përse për ndryshe asnjë ministër i drejtësisë vështirë do ta mande postin në situatën kur komandantët janë në burgje. A do të ketë riformatim qeverisë apo vetë do të plotësohen këto postet që kanë mbetë? Po fakti që ministri i kulturës do të mbetet i njëjtë dhe nuk do të ketë ndryshim dhe nuk do të ketë referenca të ngjashme sikur që zoti Kuqi do të jetë zëvendës kryeministër dhe asgjë më shumë. Ideja se kujtim Shala do duhet të jetë një ekuilibër si zëvendës kryeministër pa postin e ministrit nuk ka gjetë miratimin, atëherë nuk besoj që do të ketë reformatim të qeverisë. Vetëm besoj që dikush, ministri i drejtësisë, duhet të jetë dikush që e ruan një, po themi kështu, një raport me komandantët e luftës dhe dyshoj që do të jetë do një ministër i drejtësisë që vjen nga shkolla drejtësisë, që vjen nga fakulteti drejtësisë, që do të jetë dikush që është pjesëmarrës i luftës. LDK dha indikacione që do ta drejtoj këtë ministri dhe tu e pas ministrin do t'i... E ka pas ofertën, e ka pas lidhja demokratike, ofertën e pas luftës, tu e pas këtë resor. Nuk, dëgjoj, kjo është një prallë, këto vrasje pas luftës janë një prallë, megjithatë janë një grup i njerëzve që e dinë shumë mirë për vrasjet e pas luftës dhe unë e di që një pjesë e LDK-s e përdor elektoralisht këta. Dhe ofertën për Ministri i Drejtësisë e ka pas Shushmati, Lidha Demokratike nuk ka pranuar asnjëri. Dhe unë i kuptoj pse se pranoj. Dhe nuk është momenti që në shtator kur fillojnë burgosjet Ministri i Drejtësisë me qenë LDK-s edhe elektoralisht do të ishte keq, edhe fuqia aty e Ministri i Drejtësisë është e dobët, pa fuqia për të udhëhequr drejt konceptin e drejtësisë është gati e pamundur. Kalojmë në temë tjetër, ngrojmë vetëm pak të kampi opozitar brenda politikës.
Ma në fund, ose zgjati atë sa kështë zgjati dhe Vlani, pra opozita në Kosovë duke që nuk ka kondicion ma shumë se 6 muaj një lloj uniteti. Pse saktësisht u dëmtu në raportet në mes vetëvendosis edhe AKE, sepse nisma e përmenet edhe vetë, pra cili ishte aja kazus belli në mes tyre? Menoj që edhe pse na nuk mendojmë sinqert për vetëvendosjen, vetëvendosja e ka një koncept radikal përmes gjuhës, e cila kur nuk është ekuilibër gjuha dhe veprimi tyre. Veprimi ndonjëherë i tyre me Molotov dhe Sane është pa fuqi në krahasim me fuqinë që ka Ramush Haradinaj si personalitet. Dhe personaliteti i Ramush Haradinajt i është dashur vetëvendosjes për poshtënimin e Isa Mustafës. Sepse pa të nuk do të mënin. Po, edhe nga ulëmtimi i shihet që kanë bërë bukur dëm në reputacionist. Nuk është mirë të ndazhe. Të me thonë, nga 10 karakteristikat, nuk është mirë në sondazhe. Por, atë që du me thonë që vetëvendosja ka përdorur edhe një metodë tjetër, absorbimin e elektoratit të AK-s dhe nismes, gjatë tërë kësaj fushate në për teren ku kanë jetuar bashk, ose ku kanë qenë në frymëzimin e elektoratit të përbashket për të ardhur në Prishtinë. Dhe për faktin se vetëvendosja është ma elektorale, ma fuqishme në fjalor, ma potente e tjera, dhe ma binze të ke fundit, shihet që ka shkri një pjesë të elektoratit të nismes, gati shumicën e elektoratit nismes, mos thëmë që e ka plandos vetëvendosja elektoratin e nismes, dhe e ka pru në një pikë të pakthyeshme, dhe natyrisht edhe e ka dëmtuar bukur shumë elektoratin e AK-s. Në disa komuna ndjeshëm veprim. I keq përdorur në zonë Haradina edhe pastaj doli nga tash nëse dikush keq përdoret, do të thosh të shfaj ti. Po. Shpend, unë mendoj që edhe këta kanë kalkuluar se mund të fuqizohen, por si duket betejën e ka fituar vetëvendosja dhe ka një rritje ndjeshme nga kjo. A ishte intervista Dardanit në studion tonë që i dha fund partneritetit? Po. Janë 2 koncepte brenda vetëvendosjes. Dardan Molliçaj për lexuesit. Po Dardan Molliçaj për shikuesit. Dardan Molliçaj qëllimshëm deshi me vu vijen e kuqe se kush do të jetë lideri i opozitës. Ai formalisht e futi Visari Merin në grup me Albin Kurtin, por realisht Dardan Molliçaj ka ardhur në studio për të thënë se lideri i ardhshëm dhe kryeministri i ardhshëm mund të jetë veç Albin Kurti dhe askush tjetër. Dhe ky ka qenë ndoshta pika ma kthyse. Për arsye se opozita, Ramush Haradinaj edhe Fatmir Limaj, po dhe Jakub Krasniqi, nuk besoj që e kanë ndëruar që ta kenë Albin Kurtin kryeministër. Dhe zakonisht kur 3 figurat të mëdha përplasen kështu ose janë të barabarta, gjithë fiton një tret ose një tjetër figurë. Dhe kompromisi për këta ka mund të jetë për shembull vetëm Shpend Ahmeti. Për opozitën. Për opozitën. Mirë, po më gatshme për Shpendin ishte opozita, nisma se sa vetëvendosja. Vetëvendosja, pozicioni i grupit liberal brenda vetëvendosjes nuk është shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur. Pro Dardan Molliçaj, më shumë se sa Ramush Haradinajt, mesazhi ka dërguar Shpend Ahmetajt në atë intervistë. Jo, i ka dërguar edhe këtyne mos kërkoni lider tjetër. Ky është lideri jon. Spaku në intervistë shihet qartë. Po. Pse është i papranueshëm për vetëvendosjen Shpend Ahmeti? Nuk është i papranueshëm, unë besoj që për postën e kryeministit. Po, për postën e kryeministit. Konsideroj që vetëvendosja për mos me qenë krejt e gjykuar si radikaliste dhe e majt, e ka futur edhe një grupin liberal brenda vetes. Dhe grupi liberal që është me Shpendin, Dardanin, pastaj Puhije, Demakun,
pastaj... Liberal me background, se me liberal deklarat me- aktualisht nuk është që kanë deklaru që janë kuptoj unë, ndryshe prej Po, besoj që Leo ke vrejt se sa keq u rrin deklaratat e vrashta liberale. Po. Grupet liberale. Nuk janë bindës, realisht. Edhe nga sondazhe shihet se guximi i Shpendametit janë ato karakteristikat, guximi është dikun këtu, kurse korreksia është shumë lartë, 78% këtë qka. Dhe ajo që më banë përshtypje është që figura e Albin Kurtit në vetëvendosje ishte bukur lartë. Bukur lartë edhe Te elektorati vetëvendosjes. Por... A s'është normale kjo? Fakti që e ka themeluat subjekt politik? është normale, por kam shpresu që ka figura tjera. Dhe figura tjera janë të pëlqyme ma shumë prej partive tjera se sa prej vetëvendosjes. Për shembull Shpend Ahmeti. Shpend Ahmeti, Mimoza Kusari, për shembull, shumë e pëlqyme Në mas të elektorati Shpend Ahmeti, a beson patën që është shkri ferin vetëvendosit, të elektorati tradicional i vetëvendosit? Tash, ju e dini kur Shpendi ka shku të deli për qenë pjesë e vetëvendosjes. Po. Dhe ka shku me idenë që të fut konceptin liberal brenda vetëvendosjes, se po shihet që koncepti i majtë çfarë ka qenë, i tillë ka qenë i pafuqishëm për ndryshu Kosovën. Dele ka pas një fjali, po shkon me ndryshu, do të ndryshohesh. Dhe ka ndryshu Shpendi. Ka ndryshu Shpendi. Nuk është Shpendi ose nuk e ka pikën e guximin të asit lartë që të përplaset. Pra nuk po mundet me ndrru vetëvendosin Shpendi. Jo, nuk mundet. Vetëvendosja nuk ndrohet. Pra arsye se një pjesë e tyre janë intelektuale, nuk janë politikan. Dhe duke qenë tillë, intelektual janë arrogant, janë refuzius, destruktiv, kanë plot elemente që nuk i pranojnë, që nuk janë pjesë e politikës, nuk janë tolerant. Moralista. Po, moralista. Dhe kjo është dastidje patni, me javën e kalume një gjatë shumë të rëndësishëm në rreth konceptit korruptiv të liderëve, edhe si do të jetë vetëvendosja. Po. Tha që parët tash janë të orientuara ka individ, nëse merr vetëvendosja janë të shteti, e shkon në një kac ku udhëheq një grupacion tjetër. Prap individ të udhëheq. Ishte shumë i saktë qëndrimi në ato që përfaqësoi me ide dastidin e. Fakti që Shpendi nuk arriti me e ndru vetëvendosin, po vetëvendosja e ndroi Shpendin. A jemi tash me një fazë ku Shpend Ahmeti duhet me vendos për të ardhmen e tij, apo do ta shohim që do të vazhdoj thjesht të sillet sikur deri tash, që në komunë edhe matutje partia t'ja caktoj edhe drejtorët edhe zyrtarët për informim dhe gjithçka. Është mënyrë e jetës ajo. Shpendi e ka zgjedh mënyrën e tillë të jetës. Dhe kur dikush e zgjedh nuk e ndihmon askush. Ai do ta gjykoj vetë, do të dalë. Na mujna me bë analizë. A është lëkura e Shpendit më mirë në vetëvendosje, apo është më mirë jashtë vetëvendosjes? Një karakteristikë shumë e rëndësishme në sondazh është që 35% e popullatës është e pa përcaktuar. Dhe po dalin sot në zgjedhje, 35% është kogja fluide. Edhe sidomos pej moshës 18 deri 28 është mosha më për pa përcaktuar për momentin. Dhe kjo në një mënyrë apo tjetër e tregon që ka hapësirë për një parti ose për një opcion liberal. Por a ka guxim Mimoza? A ka guxim Shpendi, Dardani, Vjosa Osmani, Ilir Deda, Dastit Pallaska, Lumira Abdigjiku, mund t'ju përmeri plot temra cilat janë 20 që i kam unë në mendjen në listë, por unë mendoj që... A ka ndonjë komunikim mes këtyne? Ka komunikimi, po komunikimi andes është i sinqert. Realisht, ka një problem me egon e tyre. Kush do
Çfarë do të qenë lider baton sipas teje? Shikoj, pashmangshëm janë dy njerëz, është Shpendi dhe Mimoza, sepse këta kanë fituar vota më shumë se sa pjesa tjetër. Kush është ma potent Po. për me qenë lider, e di. Po kush është pragmatikisht i domosdoshëm këtë moment, unë mendoj që gjithashtu nuk mund të kalojnë 2 vjet. Unë konsideroj që potencialisht me dije, me potencë, me qëndrim, me njeri që e ka ndërtu veten përmes profesionit dhe jo përmes konjunkturave. Për mu, nëse do të duhet i prinde këti grupi, në mënyrë taman, do të ishte Dastidi. Por, për faktin që s'ka qenë pjesë e partive politike. Për faktin që s'ka qenë. Por, pragmatikisht, menoj që në këtë fazë do të duhet ishte Shpendi, për shkak se është në komunë Prishtinës, kurse Mimoza është në Gjakov. Tash, nëse e shikojmë votat, krye qytetin, atëherë Shpendi do të ishte njeriu që mund të fitonte, ndoshta edhe rrezikonte bukur shumë edhe do të ishte mes vendit 2 dhe 3. Si subjekt politik. Si subjekt politik, me qitë grupacion. Me qitë grupacion, po. Por nëse ky grupacion nuk funksionon bashkë, Po. dyshoj që mund të ketë sukses nëse dalin veç 2 ose 3. Që sakojmë ka mundohë me bo që të parti, po këtë sot dhe i bërnëm drejtim. Pora nuk besoj dhe. Nuk ka guxim të mjaftueshëm që nëse nuk përdojnë një lider, atëherë le të shkojnë si lëvizje. Por Mirë, për Shpendit batën ju kanë prej rrugë, pra mes deklaratave të Molliçajt, i cili e proklamon, madje jo vetëm për këtë mandat, po dhe për mandatin tjetër, sepse Visari Meri po pret në ren, i cili është zavendësues i kësaj. ty vetë vendosja ta merr këto si diverzion. Po e di, po më merr mendja. Mirë po, ne po analizojmë deklarata publike. Nëse analizojmë deklarata publike. Po. Nëse analizojmë deklarata e mira, ajo që unë konsideroj... Po i keni pat një deklarat i deportuari, i cili ishte ambiguoze, mirë për lije me kuptu që po aludon në Shpend Ahmetin, i cili thështe që disa persona po qojnë ujnë mullit të pushtetit. Pra për kanë, po mendon që aludon të Bojkeni në atë status. Po, e para, ka pas një... Edhe janë të rëndësishëm Bojkeni Arbri dhe këta mrena vetëvendosjes. Shumë. Normalisht që Arbri sidomos është intelektualisht kogja mirë, Bojkeni është syrizist, nëse mund të them kështu, është koncepti i tyne, edhe kur e kam lexu është e majta atil. Unë besoj që ajo është i shgënjym tash me Syrizën. Pse ka lëshu Syriza o po pragmatiste? Po ma shumë pragmatiste sa të gjitha partitë tjera greke. Dhe unë konsideroj që edhe pse kështu do të jetë një ditë edhe Albin Kurti, marrni në mend. Albin Kurti duket kështu potencialisht që njëri që nuk lëshon pe, por është kogja pragmatist dhe kur asnjëherë nuk i pren gjërat. Të dëshmund është ta me vlan, fillimisht, e më pas, kur e boni koalicionin me njerëz që deri atëherë i ka konsideru po aq kundërshtar sa dhe zotin Thaçi. Ai ka kuptu se nuk guxon me qenë i vetmuar një kohë gjatë. Dhe Albin Kurti ka pas të gjithë kundër. Dhe është shumë vështirë me qenë të gjithë në kundër, me të gjithë kundër, edhe në studio, edhe në debate, edhe në teren. Dhe ajo që del për shembull për fokus grupeve është që potencialisht, realisht Albin Kurti ka regrutu moshat prej 16 deri në 20. Në shkolla fillore. Jo, edhe gjatë viteve të kaluara, dhe vitëshin e fundit po del si 26, do me thënë, janë njerëzit ma radikal mranda vetëvendosjes, moshat 25-29. Do me thënë, këta njerëz janë regrutu para 10 viteve gjatë kohës e decentralizimit. Dhe në fokus grupi ma potent i vetëvendosjes dhe që ma ndikim po del që ky grupi, 25, 29, 30. Do me thënë që ky grupi dhe po shihet që armiqësia ndaj Serbisë
edhe ndaj serbëve është e madhe këtij grupi. Po. Ekziston një grup shumë i vogël liberal, por që kjo armiqësi e këtyre njerëzve, bukur shumë është kthyer edhe kundër Isa Mustafës Shumicën, edhe kundër Hashim Thaçi. Çuditërisht, personazhi Kadri Veselit na ka dalë shumë pak te ky grupacion, si armiqësor, por armiqësor është ma shumë se Kadri Veseli Ramush Haradinaj për shembull. Po. Është kogja Fundit, për çet temp për më kalu të Thaçi president, në kohën kur Haradinaj me vetëvendosjen qartazi po largohen, Shpendameti boni koalicion me AK-n në komunën e Prishtinës. A është rastësi kjo, apo Shpendi i funksionon një farkimie me zotin Haradinaj? Besoj që zoti Haradinaj nuk don përplase me njerëzit cilët në një mënyrë apo tjetër janë po aq kryenet sa ai. Për shembull, Dardan Molliçaj është po aq kryenet sa zoti Haradinaj. Realisht mos suksesi i aleancës për armërinë e Kosovës dhe ramja në vota që atyre viteve është jo për fajin e kryesisë, është ma shumë për fajin e Ramush Haradinajt. Pra arsye se ka fliju gjithçka për kryetësinë e tij. Dhe unë besoj që po të kishte qenë i kujdesshëm, aleanca do i kishte 20% votave. Dhe është në këtë pikë për fajin e liderit dhe kujt tjetër. Dhe aleanca duhet ta zbus liderin e saj, jo në mirësinë e tij, se Ramush Haradinaj është kogja njeri mirë, por në kryetësinë e tij. Kryetësia e tij është fatale për aleancën. A pëlqen Per Ramushi përballë Shpend Ahmetit, pra përballë Shpend Ahmetit lëshon Per Ramushi, po jo përballë Dardan Molliçajt edhe Tarzan Albin Kurtit. Okej. Pse duhet me ngrit, a është kaq i rëndësishëm Dardan Molliçaj edhe çaq i fuqishëm sa me ngrit paralele mes tij dhe Ramush Haradinajt? Po di që njerëzit nuk e njohin, për shembull, plot njerëz nuk i kanë pa gjykimet paranojake, mund të them, ndoshta perceptive që janë të pamatura realisht. Për kuptimin e fuqi politike. Jo, po ta them për Kadri Veseli. Po. Ka për një percepcion, jo në këtë sondazh është shumë i përmirësuar, po kështu percepcioni dikur që ka qenë, është ashtu kanë edhe për Dardan Molliçaj. Mendoj që Dardan Molliçaj është njeriu më i fuqishëm në vetëvendosje. Është Kadri Veseli vetëvendosjes. Me çfarë formatë fuqie në vetëvendosje? Ne nuk du me bëhet krahasim, por pak a shumë Dardan Molliçaj është Kadri Veseli vetëvendosjes. Është i fuqishëm. Okej. Po shumë Dardan Molliçaj nuk është se dim se ka peshë elektorale, deri tash e dim për veprimet që i ka marrë, që kanë nxjerrë njerëz prej kerrave kështu. Zakonisht peshë elektorale nuk kanë njerëzit që tregojnë fuqi. Edhe që i shty njerëzit për lëvizje të rënda. Ose që janë pa kompromis. Është nëse e kategorizojmë shtetin si në katër, do me thonë në formimin e shtetit në katër grupe, që në grupin e tretë është shkundja shtetit për me dalë prej, do me thonë mos flasim që është njoja, pastaj stabilizimi, edhe tani është shkundja, se shkundja vjen për shkak të domosdoshmërisë me lëviz nga status quo, se mas njohjes edhe mas stabilitetit të institucioneve, njerëzit adaptohen në të keqen. Edhe duhet shkundja për ta quajtur përpara. Po jo shkundja që është dënë Dardani. Dardani e ka pikën 3 të shtërndërtimit. Shkundjen. Sa e mendon që me shkundje e largon të keqen. Po dhe veç e projekton Kosovën sikur të ishte Franca me 60 milion banor. Për shembull. Për shembull. Ai po arrën që Kosova në nivel i vogël, edhe për 30 minuta jenë futen kryt edhe pushteti e ka shumë atlet me menaxhim. Ju kisha thonë njerëzve, mos ta nënçmojnë Dardan Molliçajin për arsye se është posaçërisht Asivari nuk e nënçmon i cili ishte u përballë me to edhe fizikisht. Çka ndodhi, pse u leju domethënë ceremonia e presidentit në shesh, nuk pati ndonjë tendenca të vogla, po nuk ishin serioze. Edhe çka pret nga presidenca, thashë, domethënë i kërkoi, edhe pse nuk është kryeministër, i kërkoi 100 ditë, tha që do ta luftoj korrupsionin. Çka pret duke njoftë edhe karakterin. Janë 3 çështje që unë nga Zoti Thaçi nuk kisha pas qeft t'i ketë. E para, mos t'jap dekorata pa mbulesë, se e dëmton shumë edhe reputacionin e presidentit, edhe
dekorimin e njerëzve që nuk e meritojnë. E dyta, që mos të ketë qasje shumë impulsive edhe dominuese ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Edhe të ndaj. E treta që unë konsideroj prej që i duhet zoti Thaqit, është që nuk mos të ketë preferenca gjatë emnimeve. Mirë po ai Dhe unë besoj që ai ka konsumuar atë shumë politiken, edhe pse Buzhala quajti recidivist, nuk e di për çfarë arsye, kjo ndonjëherë ne shpjegojmë kur unë vjen te unë, por mendoj që në mas mandatit të parë dhe 2 vjetëve të mandatit dytë, zoti Thaçi ka qenë i konsumuar, as dëshiren më të vogël nuk ka pas me qenë kryeministër më. Nëse muj me definu mandatin e dytë, mandati i dyti Hashim Thaqit ka qenë i zbrazët, në kuptimin s'ka korrupsion, por edhe as me punu. S'ka as tekste në media. As tekste. Do me thonë një lloj heshtje totale në raport me mediat dhe me ato fushate negative kundër tij. Dhe natyrshëm se ky mandati i tretë gjys që ka mbet, nuk ka qenë dëshirë e tij. Dhe për çudi askush si ka besu që ai ka postin e presidentit si natyrshmëri të një funksioni. E para, liderët, sikur Thaçi, i kanë 2 orientime. O shkojnë aty ku është në përtacin funksionale, nëse mund të lidhen dyjat këtu fjalë, përtacia dhe funksioni, por në posti presidentit i shkojnë këtu, përtacia funksionale, ose shkojnë në radikalizëm total, që shkojnë të zonë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Dhe me që Ndërkohë, me disa deklarata ka lyp punë, domethënë çështja e dialogut ka shfaq ambicie, edhe pse kjo nuk varet domethënë vetëm nga ajo, është edhe Brukseli dhe Beogradi që cakton për punë gjithaj. Po punë të reja. Ja, ajo është në inercion i fjalorit të kryeministit. I duhet një kohë gjatë dhe i kalon. Por unë mendoj që Thaçi sa e njoh unë ka 2 prioritete e unë besoj që e njoh goxha mirë. Prioritete ka simbolike. Bashkë me Beratin, me gjitha këto kundërshtimet që kanë pajtohen në një pikë, rënimin e simbolikës së komunizmit. Unë besoj që ai do kthehet në dëshirën e ka që të kthehet në ndërtesën e komitetit krajnor për ta hequr po them aurën e komunizmit brenda qytetit. Dhe unë besoj që do e bëj ato. Duke njoft Thaçin, a besoni që Kosova do të shndrohet në një vend presidencial pa ndryshime kushtetuese? Pra, ma parë besoj bashkimit me Shqipërinë sa vendit presidencial. Nuk ka shans, për arsye se Kosova po lëviz shumë shpejt në parlamentarizëm liberal edhe të majt, ma shumë liberal, dhe anej po shkon, edhe pse duket e djathtë Partia Demokratike, unë mendoj që nuk i ka ato premisa. Lidhja Demokratike kur s'ka me qenë partia e djathtë përveç simbolikës që ka pas për Ibrahim Rgovës. Dhe nëse nuk lëviz në ky pozicion, Lidhja Demokratike ma shumë i përngjan një bashkësie fetare se një partie. Jo në kuptimin religjioz, se ata mas pakt janë religjioz në gjitha pikat, por në lëvizjen, domethënë prej pozicionit ku janë. Dhe elektorati i LDK-s si i tillë nuk lëviz për arsye se është shumë fetar në simboliken ose në partinë e vet. Por duke qenë i tillë, mos harro që bashkësitë fetare zvoglohen për shkak se biologjia i rregullon ato sen. Dhe unë besoj që nëse Lidhja Demokratike nuk merr pjesë në ringjalljen e vetvetes me dalë nga Bashkia Islame në parti, do ketë bashkia fetare, më falni, jo Bashkia Islame, do të ketë problem në të ardhmen.
E fundit, pyetja fundit e rreth gjykatës speciale, kur do të përballemi me pasojat ose me efektet e para të kësaj gjykate? E përmendë më herët burgosjet në shtator. Nëse sa di une, BE-ja do të ndaj buxhetin në javën e parë të majit, ose javën e dytë të majit. Nëse gjithçka bashkë me vizat po të i kam ndaj. Nëse gjithçka shkon mirë apo kupton dhe përkthyesit janë të parë që do të vendosen edhe përzgjedhja fillon me njëherë, mas përkthyesve vendoset gjykata, prokurorët ekzistojnë, dhe unë besoj që mesi shtatorit, fundi shtatorit, i burgoset e para. Burgoset e para kanë të bëjnë me zonën, nëse mund të flasim, po themi, do tjetë Berisha, zona Lipjanit dhe Raveci, dhe pastaj do dalin tutje. Realisht janë që ata dëshmitarë të cilët janë, që tash na nuk guxojmë edhe mi përmend, që kryesisht janë land gati të pastra. I ki përmend një herë dëshmitarët? E kom përmend edhe kam shku në agë, kështu që nuk i përmendi. Tash nuk e takon Sheshelin në shku atje. Nuk, s'kam ku e takoj atje. Kështu që unë besoj që janë 3 grupe, dhe nëse gjithçka shkon, atëherë përfundon deri në janar shkon. Gjithçka shkon. Po besoj që nuk ka se shumica e atyre që kanë me shku edhe janë mranda, po shumica edhe ata që janë pak në një mënyrë apo tjetër kanë qenë o dëshmitar të mbrojtun, o bashkëpunues, jo të mbrojtun, o kanë kontribuar shumë që të krijohet numri e atyne që do të shkojnë atje. S'po zbulon më tepër. Ja, të kaq. Baten shumë. Faleminderit shumë që ishin në komitet. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shikues nderuar, me ne ishte Baten Haxhiu, drejtori i televizionit Klan, veteran i analizës, i ri në moshë dhe matutje, mirë po është pej ma veteranëve në kuptimin e të bëmit analiza politike në vendin tonë. Shihemi javën e ardhshme. Faleminderit.